Arjan Tahiri dhe përparim Gruda po i shkelin gardën e vjetër të PDK-s. Aktualisht Tahiri e Gruda janë dyshi dhe treshi i PDK-s, më të votuarit pas Bedri Hamzës. Për elektoratin e PDK-s, dy djemë të rinj janë më të pëlqyer se sa krejt ish komandantët e UÇK-s dhe se figurat e vjetra si Orhan Ismaili e Vlora Çitaku. Madje, ata janë edhe mbi Enver Hoxhajn, ish kryetarin e PDK-s, ndoshta edhe diplomati më i mirë që e ka Kosova. Sidoqoftë, më i sfiduar nga këto zgjedhje ka dalë Orhan Ismaili. Donë se ishte dyshi PDK-s në listë, Orhani u poshtë nga profesori Gruda dhe nga Tahiri, i cili ishte gati krejt i panjohur para 4 muajve para se të futej në garën për Mitrovicën. Tashmë, Orhani nuk është më i vetmi kandidat për kryetar të PDK-s pas ikjes së Hamzës. Kurrë më i sfiduar s'ka qenë imazhi i Orhanit brenda PDK-s. Orhani nuk është më i padiskutueshëm në pretendimin për drejtimin e PDK-s. Sala Jashari është gati barabart me vota me Orhanin. Elektorati PDK-s tregoi se kërkon reformim dhe largim të figurave të vjetra. Gruda Tahiri janë yjet në ngritje të PDK-s, të cilët seriozisht do ta sfidojnë Orhanin në zhvillimet brenda kësaj partie. Mos harrojmë të falenderoj sponsorët e mi, Randevu Klinikën, klinika më e mirë për mbjelljen e flokëve, ku unë trajtoj her pas here flokët e mi, po ashtu edhe Berisha Grupin, e cila ka një ofertë të jashtëzakonshme për fundvit.